Endri, si e parashikon politikën e këtij 4 vjeçari të mandatit 4 të Edi Ramës me një majorancë të plotë, fuqishme dhe me një opozitë që shkon vetëm gjuhën me letra, gjuhën me grushta, shan mënyrën më banale, a mendon se do I sjell kund kjo mënyrë politike opozitën? Shiko, Sali Berisha dhe PD-ja janë e shkuara. Është diskutim, është merresh, do thënë ata vlen vetëm për si analizë historike. Edi Rama është në një situatë ku nuk ka qenë askush në këto 34 vjet, ku ka një, e thatë edhe në fillim, ka një shumicë të cilësuar. Pra ai mund të ndryshojë kodin penal, mund ta bëjë këtë emision ilegal, janë në Shkëmbur, ose se besoj që do arritë. Jo, po them, formalisht e ka këtë drejtë. Pra formalisht I ka votat. Do ishte mirë ta bënte fakt. Ka votat për të ndryshuar kodin penal. Nuk I ka pas kur, askush. Në mas kushtetues, pra mbas u miratu kushtetuesa në 98-ën, në ato fillim viteve 2000, opozita kishte gjithmonë presidentin, prokurorin e përgjithshëm, avokatin e popullit. Pra formalisht edhe atëherë, po kishte, I kishte, nuk ishin direkt opozitës, po nuk ishin as pushtetit. Po. Më kupton? Ishin pushtetit, si I kontrollonte Berisha. Çi s'ka kontrollu? Bamir Topin s'ka kontrollu. Lallën, po, Bamirin, po. Lallën s'ka kontrollu prokuror? Ata që s'kontrollon, po Berisha ishte në opozitë, do ku vjen të puna prapë I hiqte prokurorët e përgjithshëm, nëse e mban mend, si I sulej. Po nuk ka rëndësi. Thelbi është që kishte mekanizma kontrolli. Sot Edi Rama e kontrollon vetëm ndërgjegja e vet. Pra, nëse le themi nuk e bën këtë emision ilegal, nuk është se ligjërisht nuk e bën dot. Por ka ato kufizimet e veta dhe ka përgjegjësitë ndërkombëtare. Pra, opozita më e madhe sot është Brukseli. Megjithatë, unë mendoj që ne do duhet të ndërtojmë institucione të konsoliduara, të cilat të mos jenë në mëshirën e ndërgjegjes së Edi Ramës, sepse në një moment ai mundet që të vendosi diçka e cila mund të jetë shumë e vështirë që ta pengojë si partia vet, si parlamenti, si ekzekutivi që janë kabineti vet qeveritar. Kështu që historia tregon që vetëm balanca institucionale mund të gjenerojë kushte për demokraci. E tjetra është shumë vulnerabël, sepse nëse Edi Rama ikën nesër, pastaj kush do I qeverisi nga PS-ja? Kush do I qeverisi nga PD-ja? Pra, ne na duhet të ndërtojmë institucione që dalin përtej jetës biologjike të njeriu. Ke plotësisht drejt teorikisht, praktikisht. Si ka mundësi? 36 vjet po bëhen. Ne akoma nuk jemi taft ndërtojmë institucione minimalisht të jenë pavarësinë e institucioneve, check and balance, që të funksionojë një minimum demokracie. Minimum funksionimi institucional. Ka filluar me sistemin zgjedhor kjo punë. Pra, sistemi zgjedhor, ligji I partive politike ka fuqizuar jashtëzakonisht shumë kryetarin e partisë, duke fuqizuar kryetarin e partisë, gradualisht ka fuqizuar atë që merr majorancën, pra që ka numrat në parlament, edhe kështu pastaj ndaj ngadalë ka shku kjo punë, dobësimi I palës përballë, dobësimi I strukturave shoqërore, se këtu nuk është e dobët vetëm Partia Demokratike, këtu është dobët edhe shoqëria civile, këtu është e dobët edhe Endri desha ta bëj këtë pyetje. Pra, ne drejtojmë gishtin. Mos I prodhojmë ne vetë si shoqëri këto njerëz. Çfarë përgjegjësie kemi ne si shoqëri? Mor Endri, se mos bë gangren kjo puna plenave. Isha në Greqi, isha në Maqedoni, isha në Malzi, në Ulqin ku janë shqiptarët, lëkurat e Shalqinit në rrugë. Pas tërti model nuk shif se I ka zonë plena shtapët. Përse ndodh kjo? Ke ne. Në Kosovë ishte më mirë se ne, po prap I bret krahasu me këta. Ke neve kanë marrë plenat rrugët. Unë isha me 2 Amerikanë këtë javë, ai tha nuk e kuptoj se tash nuk është sezon përse plenat hap në jalën e milionerëve, dhe të fisnik dhe këtyre të aristokratëve të ri, që janë bë mas 90-s që deri dje fshishin,
qyrët me mongën e gjaketës dhe sot na vjen shamia në xhep. Plenat hap rrugës, po të them. Aty ku Zamirmane ka bo miliardat e milionat, dhe tash i blen Fevziu na e paraqet për një hotel që pas ka bler në Vjenë, dhe nuk flet që ka zonë deltën aty, në palas, apo shkatërimin që po i bën parkut Korçës ku ka qenë kampi punëtorëve. Pra ku është shoqëria? Ku o media që nuk në zonin për këto? Ke pa media ti? Në herë zonin? Shkruhet artikull për Zamirmane kam provuar kurriz. 5 gazeta e vun për 3 ore hoqën. Pra, a është kjo shoqëri e papërgjegjshme? Lene me një njeri është natyra njerëzore, është kushdo që të vijë pushteti është i poshtër shumë. Po kjo shoqëria jonë, më, që vetëm qami dhe vetëm drejtojnë gishtin. A ka në i përgjegjësi kjo shoqëri? Ore për ambientin e vetë, pse si vëtë plenat gazon? Pse si vëtë plenat gazon? Pse vëtë plenat për jashtë? Pse i hapin plenat rrugëve? Nuk ishte sezon, kishte marru sezon, ishte bosh jala. Plenat ishin hap gjitha ne. Mos them pastaj për gërmimet e për plenat e këtyre mbetjeve, çfarë bëjnë ato ndërtimet atje. Mos flas për këto. Çfarë prezantimi bë ti? Një, e dyta, kjo nuk është bë për vila. Kjo për ka qenë leja është dhënë për të ndërrit një kompleks turistik. Kurse këto bën vilat e oligarëve dhe çereku i vilave tash janë spak njerëz që kanë ato vila. Pra ku është shoqëria më dha, ku është media? Apo media i ka vilat vet aty dhe e di shumë mirë ti që i ka. Dhe e di se kush i ka. Pra pse s'e reagon kjo shoqëri më? Se nuk e bën që siç ka thënë Reagani, çdo qeveri është e keqe, po është presioni që i vjen nga populli që e bë të mirë. Me lëndë gjithë kështu është natyrë njerëzore kjo.